Këngëtari i njohur Gëzim Xhaxhai ka dhënë një mini koncert simbolik përpara bustit të këngëtares legjendare Vachezela në Lushnjë me rastin e 7 prillit, ditës së lindjes së saj. Edhe pse pa praninë e spektatorëve, ky gjest mbeti një homazh i ndier për ikonën e muzikës shqiptare dhe vajzën e qytetit të Lushnjës. E bëra për të respektuar këngëtaren e madhe Vachezela, është shprehur Xhaxhai, duke treguar edhe një herë lidhjen shpirtërore me figurën e saj të paharrueshme. Koncert shpirtëror madhe i Gëzim Xhaxhai. Unë nuk lajmërova njëri. Unë e ndjeva dhe e bëra, sepse sot është pikërisht një ditë e lindjes së madhes Vachezela. Është nder për lushnjarët, duhet të jetë nder për lushnjarët që e kanë vajzën e tyre. Nuk dihet pastaj, është një pikë pyetje se sa respektohet apo jo, atë e di masa. Megjithatë, unë e ndjeva, unë e përshëndeta me atë çfarë Zoti, nëna dhe natyra më ka dhënë. Më ka dhënë Zotin, zërin. Unë e përshëndeta me zërin tim, Vachezelën. Këndova disa nga perlat që ajo ka kënduar, valsin e lumturisë, rrjedh në këngë ligjerime, zare, dy longar të kësaj natyre. Por unë nuk dua publik në këto raste, sepse mjafton unë dhe ajo shpirti im dhe ajo e ndjen, shkon tek shpirti e saj, zëri dhe kënga ime. Përshëndetje. Me këtë rast unë i përshëndes në emër të lushnjarëve, pavarësisht se unë nuk përfaqësoj lushnjarët, po është kënaqësi, domethënë modestikisht, një gëzuar ditëlindjen të madhes Vachezela, vajzës son lushnjare. Dhe një tjetër humbje kemi pasur para 2-3 ditësh, kemi humbur kolosen e artit të skenës dhe të filmit shqiptar, Margarita Xhepën. Unë isha vetë në homazh në Teatrin e Operës, në Hallin e Operës. Edhe janë kolosa, janë pedagog të skenës që nuk vinë më.